Jo, nuk e pranoja që ajo duhet më linte. Në mënyrën e vet, ajo në ditët e fundit se ne e lexuam, unë kam përtypur shumë, edhe them që kam mbajtur më shumë se sa mund të mbaj, pa dalë të pa u bërë në lloj mënyre si një lloj qaramani kuptimin, por u zhgënjyem nga fakti se kur shkon herë në fundit në Turqi, ne vajtëm përballë një fakti që dhe thikën e mora unë. Doktori më troqi Mjan, u gënjye Konstantina me gocën me Alkidën. Ka nevojë për gjak, sa të marrë gjak, kjo ishte lojë thjesht për të qëndruar unë vetëm. Dhe më tha, ai zdan. Mbaroj. Thashun, po ti sikur më the 5-6 vjet. Nuk dua të diskutoj fare se sa kemi investuar për jetën e Konstantinës, sepse do e bëni për çdo kënd nga ne. Dhe fal Zotit që unë puna ime i kishte dhënë ato kontribute, dhe nuk do të diskutoj se do vinte një moment do t'i konsumonin për atë rast do na duheshin. As se vëzë njëri, çdo gjë mund ta shisnin për të fituar jetën e Konstantinës.